Infrastrukturë totalisht e shkatëruar është ajo e rrugës për në fshatrat e Vlorës. Një aks nacional i harruar nga qeveria ka bërë që fshatrat e Vlorës të kufizohen dhe të shkëputen nga qyteti. Kjo situatë me gjithë protestat e banorëve dhe kërkesën e deputetëve të zonës, sërish nuk ka marrë asnjë përgjigje nga strukturat shtetërore. Këtë radhë janë drejtues të automjeteve, ata që bëjnë linjat e këtyre fshatrave, ata të cilët reagojnë dhe e kërkojnë ndërhyrje për këtë rrugë. Dhe pse distanca është prej disa kilometrash, koha që duhet për ta përshkruar këtë rrugë është shumë fish më tepër se normalja. Janë të shumta rastet ku është kërkuar ndërhyrje për këtë rrugë, por si gjithmonë kjo thirrje nuk ka mundur të arrijë në veshin e qeverisë në pushtet. Janë mijëra banorë që jetojnë në këto fshatra. Janë 10 emra fshatrash të cilët janë detyrimisht të kufizuar nga qyteti. Është dëgjuar të flitet për mbështetje të prodhimit vendas, për zhvillim të zonave rurale. Por për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Sepse këto fshatra jo vetëm që nuk mund të kenë zhvillim, por mbi të gjitha me një vështrim të hedhur mbi to të kujtohen vitet e luftës. Ku është mbështetja e prodhimit për këto fshatra, ku ndërkohë ata s'kanë rrugë të lidhë me qytetin? Sa ndikon kjo infrastrukturë e shkatëruar në banorët e zonës, veçanërisht në drejtues të automjeteve? Ja se si shprehen ata vetë. Neve si shofera s'kemi ku të ankohemi, s'kemi çfarë të themi, më gjitha të ardhurat tona kalojnë vetëm defektet e rruga. Nuk na ngelet më qerek, leku, vetëm me bëjmë balestra, amortizator, gomina, dhe jemi detyruar që të vim në punë, se mbajmë klientelën, mbajmë punën, mbajmë shtëpinë, po nuk na ngelet asnjë gjë. Destinacioni jonë Vllahina është 18 km. 18 km përshkohen vete gati një rrugë. Ikim avash avash, në për gropa. Edhe kështu që ajo rrugë mund të përshkohet për qerek ore për 20 minuta. Po të ishte rruga, sa klëm. Shumë keq, është rruga jashtë standardit. Ne paguajmë takset e rrugës komplet, të gjitha edhe rrugës kemi. Rrugat janë jashtë përdorimit. Ajo rrugë mund të bëhet gjysmore, ne e bëjmë një orë ca. Ardha derin Peshkpi. Pastaj na Vllahina deri në Kocu. Është rruga jashtë standardit. Shumë e keqe. Ne nuk e përballojmë dot me këtë bilet, nata është ngritur. Ne bëjmë një orë ca, një orë në qerek. Kështu që takset i paguajmë të gjitha, duhet vërdor shteti kush e ka, komuna kush e ka, nuk e dim. Bëjmë rrugën në Selernicë Vlorë, vim nga Peshkpia deri në Vlorë, rruga është për i bret. Po të bëj shteti, të bëj, neve jemi për i bret të rrugës. Nuk të tëra me tatime, me tëra, me këshu, me biletin që kemi neve nuk arrim dot. Kemi edhe fugona jashtë dokumentave, për dokumente janë pa dokumente. Edhe unë jam një shofer i zonës të dhe shkoj në atë rrugë Kocull Vlorë, kupton, e një luftë kish kaluar, kjo rrugë nuk do ishte në këtë gjendje. Që është sot, unë jap detyrimet shtetit e të gjitha shteti kërkon dhe rruga edhe një luftë kish kaluar, nuk do ishte kjo rrugë që kalon. Ka 20 vjet vin deputeti merr votën, tu një tjetër o popull, ja kaq. Kjo qeveri nuk besoj të bëj, edhe në një tjetër kjo duhet lidhje tërë komuniteti ose i tërë 10 parti që të bëhet një rrugë, jo një parti. Kjo është një tjetër thirrje ndër të shumtat që këta banori kanë drejtuar qeverisë shqiptare, si gjithmonë duke pritur për një ndërhyrje të tyre.